Prodhimi i energjisë elektrike në vend ka rënë ndjeshëm gjatë muajve të verës, ndërkohë që tenderi për blerjen e energjisë për vitin e ardhshëm ende nuk dihet se kur do të realizohet. Shkak për këto ka qenë thatësira e zgjatur, por edhe konsumi i lartë ditor. Sipas korporatës elektroenergjitike, tashmë në vendin tonë prodhohet vetëm 12 milion kilovator energji elektrike dhe importohen në rreth 6 milion kilovator. Ndërkohë, nevojat e vendit për konsum shkojnë në mbi 18 milion kilovator energji elektrike, por kjo shifër pritet të rritet gjatë muajve në vazhdim, si pasojë e ftohjes së kohës. Ajo që e bën më problematike situatën është fakti se kuotat në kaskadat e hidrocentraleve janë në nivele jo shumë të mira. Sipas të dhënave të Kesh, Fjerza, që është një prej heceve më të mëdha në vend, është në nivelin e 280 metrave, ndërsa prurjet vetëm 58 metër kub në sekond. Hidrocentrali i Komanit është në kuotën e 174 metrave, ndërsa Vau i Dejës është në nivelin e 73 metrave dhe është në punë me kapacitet të plot. Ajo që vlerësohet është fakti se në krahasim me një muaj më parë niveli i ujit në Hece ka rënë me disa metra dhe pritet të vazhdojë që të bjerë. Gjithsesi, situatën energjetike në vend e bën më të pasigurt edhe fakti i anullimit të tenderit për blerjen e energjisë elektrike për vitin 2014. Edhe pse kanë ngelur edhe 3 muaj nga viti 2014, ende nuk dihet se kur do të zhvillohet tenderi i cili është anulluar prej entit rregullator të energjisë elektrike. Për 2014 parashikoi blerja e 1.3 milion megavator energji për të gjithë vitin kalendarik. Vitin e kaluar, çmimi mesatar i importit të energjisë ishte rreth 68 euro për megavat. Me një llogaritje të thjeshtë, vlera e këtij tenderi arrin në rreth 90 milion euro. Blerjen e energjisë për vitin e ardhshëm rrezikon gjithashtu edhe kriza financiare që ka prekur buxhetin e shtetit.